Jam shumë i lumtur që kam arritur të kem kaq shumë djegës, por jam shumë i dëshpëruar që kam mësuar gjuhën arbëreshe, sepse në gjuhën arbëreshe është një fjalë interesante, jothi. Çfarë është jothi? Është lule vjollca, të dashur shqiptar. Fjala vjollc në gjuhën shqipe ka ardhur nga gjuha latine, por në gjuhën arbëreshe ata nuk e njohin fjalën vjollc, por thonë fjalën jothi. Tani, askush nga akademikët e shkencave të Shqipërisë nuk di greqisht, sepse të gjithë mendojnë që kjo vjen nga fjala ion, i thonë vjollcës në gjuhën greke. Por në gjuhën greke është një fjalë tjetër që akademikët ta nuk e njohin fare. Janthos. E çfarë është fjala janthos? Fjala janthos, sipas mendimit tim, është krijuar me fjalën ion, që është vjollca, dhe anthos i thon lules. Çfarë tregon kjo? Që fjala jothi e gjuhës shqipe është varianti femëror i fjalës janthos. Si lule vjollc. Është mbiemër në greqisht. Kjo është shumë tronditse. Pse? Sepse femërorja në greqisht nuk ekziston, është vetëm janthos. Pra, gjuha arbëreshe sillet si një dialekt grek. Dhe emrat femëror grek janë bërë emra mashkullor në shqip. Në çështme keqja, fjala jothi është krijuar një lloj si fjala vathi. Fjala vathi e kam gjetur unë, ekziston në gjuhën e folur tek mesapët dhe tek tarentët në Italinë e Jugut. Fjala vathi. Dhe është krijuar nga fjala vesh, au, dhe fjala anthos, lule. Vathi. Jothi dhe vathi janë krijuar me diminutivin e shqipes th, edhe sythi, që është në fakt mbulëza e lules. Doli sythi. E pra sythi, vathi dhe jothi kanë diminutimin e arbërishtes, por gjuha arbëreshe ka krijuar këtë diminutiv nga fjala anthos, lule, sythi, jothi, vathi, sepse vathët ishin lule. A kuptoni apo jo? Të gjitha këto fjalë kanë diminutivin e shqipes, që vjen nga fjala lule e greqishtes. Wow! Dhe emrat femëror grek janë bërë emra mashkullor shqip. A? Gjuha shqipe ka lindur në moret të Greqisë, të dashur shqiptar. Tani, kush janë këtu të luajturit nga mend? Grekët që thonë që shqiptarët vijnë nga Kaukazi. Gjuha greke është dhe shqipe janë krijuar pra në Elada. Për të qeshur dhe për të qarë. Është kaq e tmerrshme që gjuha shqipe është kaq e lidhur me gjuhën greke dhe kjo i ka shpëtuar të gjithëve. Kerem Çabej kujton se fjala jothi është krijuar nga një shumës i singularizuar. Ai nuk e di që jothi shqiptohet dhe jo jothi. Një lloj si stoli. E pra fjala stoli është e dialektit atik. Edhe fjala jothi është krijuar një lloj si fjalët në dialektin atik. Kjo është shumë e rëndë, kjo që ka ndodhur. Pse? Sepse arbëreshët janë në fakt analfabet. Po ta shkruanin fjalën jothi,
do ta shkruanin me një e të gjatë të greqishtes. Një lloj si fjala stoli, ashtu shkruhet në greqisht. Dhe stoli është një lloj në shqip dhe në greqisht. Pra, të dashur shqiptaris Drilonis, fjala jothi është e gjinisë femërore, dialekti atikës. Dhe pastaj këta u bën emrat mashkullor në shqip. Kjo është çfarë ka ndodhur? Pra, unë as që më shkonte ndërmend që gjuha shqipe është kaq e lidhur. Jo, do dal në balkon. Kjo është çmenduri që ka ndodhur. O zot, çfarë po ndodh kështu? Do të bërtas në balkon. O të merë, kisha nevoj për ajër të freskët. Edhe një herë. Në gjuhën greke ekziston vetëm fjala janthos. Dhe është krijuar me fjalën ion, që do thot lule vjollës, dhe fjalën anthos, lule. Varianti shqiptar është jothi. Mirë, në gjuhën greke nuk ekziston forma femërore, ekziston vetëm forma mashkullore, janthos. Pra gjuha arbëreshe sillet sikur të ishte dialekt grek, sepse gjuha ilire është një dialekt grek, gjyshrit tanë flisnin greqisht. Të gjitha fisët ilire janë Helidoni, do të thot dallëndyshe, Enkeli, do të thot ngjala, pra këndaj vjen fjala ngjale në shqip. E të mërshme. Sa ftohtë që është. Tani unë them të bleni pak kos dhe ta festojmë këtë zbulim të madh me kos. O zot, mirëpafshim. Gëzuar vitin e ri 2026. Mirëpafshim në filmat të tjerë shkencor.